konfiguracioni, ai mozaiku politik mund të jetë edhe më i papërshtatshëm se ky që ishte në zgjedhjet e fundit. Prandaj varet nga ajo, por po këta janë duke u përgatitur për një qeveri se cila do të ishte opozitës, kanë marrë mësim si duket, ose të paktën partia më e madhe e dyta me radhë, po më e madhe e opozitës ka deklaruar që kanë marrë mësim nga gabimet që janë bërë dhe ato nuk duhet përsëritën sepse mund të jenë fatale në kuptimin e votimit nga ana e votuesve. Ka profesore, përmendet që pritet që të ketë një dalje më të ulët të qytetarëve në këtë zgjedhje, sigurisht kjo bën pjesë edhe me zhgënjimin që kanë pasur me gjithë partitë, siç po thoni, po një ndër arsyet po konsiderohet edhe data që është vendosur e zgjedhjeve, që është data 28 dhjetor, që llogaritet si date pjesë e festave të fundvitit që shumë qytetarë mund t'i gjejë edhe jashtë vendit. Po, ju falenderoj shumë për këtë pyetje, për arsye se për një mend është momenti i duhur për ta thënë ne qytetarët në emrin tonë ekskluziv, po me bindjen e qindra mijëra njerëzve, sepse në çdo ditë në rrugë ndeja në takimin a thonë këte, që do të duhej kësaj radhe të ketë dalje pa marrë parasysh çka ka ndodhur, nuk do duhet të ketë zemërim me asnjë parti politike, po duhet secili atë që admiron dhe që e voton, cilin do subjekt politik, të dalin masivisht. Për arsye se vetëm një dalje masive mund na siguroj një formim të qeverisë më stabile dhe mund ta pengoj këtë polarizim i cili ka marrë për masa trishtuese dhe drithruese. Pra, po shkon përthellohet, edhe mund të përthellohet edhe më tutje. Mendoni që, profesor, keni druaj që do jemi sërish në situatën e njëjtë? Po, unë kam shumë dru, sepse votuesi ja ka dhënë leksionin, ju ka treguar herën e kaluar, mendon shkurt se nuk mund t'ja pas atij që ka dhënë 50%, po as këtyre tjerëve atë që ju ka dhënë më shumë se që ju ka dhënë. E në atë konfiguracion, në atë mozaik, këta s'mund të merreshin vesh. Jo vetëm që s'u marrën vesh opozita me pozitën për ta bërë një qeverise, por s'u marrën vesh as opozita. Keni parasysh, është presedant. Hoqi dorë opozita një nga mundësia e formimit të qeverisë, paraprakisht, pa i ardhur radha. Pra hoqën dorë. Çka do thotë kjo? Do të thënë që këtu është thellë, shumë thellë është gangrena politike që ajo bren çdo gjë, organizmin politik në këtë rast, sigurisht se trupi i njeriut, dhe për këtë unë kam dro të madhe që nuk janë vedisu sa duhet. Mendoni që nuk janë vedisu sa duhet? Jo, nuk janë vedisu sa duhet, përsëri do të vazhdojnë me ato teket politike dhe strategjitë e tyre politike, po jo pra për pushtet dhe për përfitime, po jo për shtet dhe për qytetar. Sepse këta e kanë dëshmuar këta, 9 muaj. Dhe nuk mund të thonë, nuk di si kanë thjesht kurajo publike, qytetare, njerëzore, etike, morale, dalin thonë ne e kemi bë këtë për diçka tjetër, a ne nuk jemi dele dolli, ne jemi qytetarët e Europës dhe ne kemi një përvojë të hidhur historike, po që na ka mësuar ditë e natë për të përcjellë ngjarjet fatin tonë historik dhe dim fare mirë se çka po bëjnë dhe çka po ndodh. Du ta dinë edhe ata. Dhe pak të skuqen, dhe pak të përulen, edhe kur dalin fillimisht me përullësi, t'ju kërkojnë falje qytetarë, kur dalin, tash kanë fillu dalin ata, t'ju thonë kjo do t'ishte porosia ime, fillimisht na falni çka ka ndodhur, se pjesë e përgjegjësisë, për edhe një herë po them, i pari është ai që ka fitua, po edhe këta tjerë janë, pastaj sepse erdhi puna që thoi s'po guxon me formu parlamentin, e formoi ai zotëria. S'po guxon qeverinë, ai tha që po formoi një herë, edhe një herë, 2 herë, këta nuk deshën. Dhe çka do thotë kjo? Do të thonë s'mund të arsyetohen para popullit sepse po them nuk kemi dele dolli, por jemi qytetar të vetëdijshëm dhe të emancipuar politikisht, demokratikisht dhe në pikpamje elektorale dhe dim këne e propozojmë. Prandaj duhet të kërkojnë falje, t'i shpjegojnë arsyet e tyre që i kanë, që mund t'i kenë dhe mund t'i mbrojnë, nëse mund t'i mbrojnë, edhe mandej të kërkojnë votën e pra qytetari pa marrë parasysh çka kanë bërë këta. Do duhej masovikisht të dalë, të mos shkojnë pushime, të mos shkojnë jashtë vendit, po të dalin dhe të japin votën atij që mendojnë, atij subjekti politik, në mënyrë që ta kemi një dalje masive, edhe mandej ka mundësi edhe për qeverisje, qoftë pozita, qoftë opozita, po dikush duhet ta bëj.
Mas miri do Prap janë t'ishte këto bashkë parti, ta banin. profesor, që do ulen në fund dhe duhet të bëjnë një koalicion, sepse si një parti e vetme duket vështirë që Po, pa tjetër, ta opozita, formojë. po tash është vedisu, opozita, po shohin përgatitet, tash ata, ja, do t'jenë bashkë, kanë pa gabimin që kanë bë. Mirë po, një koalicion parazgjedhor nuk pritet, Jo, sipas gjitha gjasa. parazgjedhor jo, sepse kjo mund Sepse do të ishte ketë më e lehtë, implikime. profesor, ndoshta. Po, mirë, po ka implikime. Shifni, koalicioni parazgjedhor aleancës në zgjedhjet e fundit i kushtoi shumë me nismen. Prandaj ata e dinë dhe i kalkulojnë sa humbin, sa fitojnë. Ose tash për shembull s'po duhet përmend emra me respekt ndaj të gjithëve. Unë kur punojnë mirë respektoj dhe për ulëm të gjithë, kur s'punojnë mirë i kritikoj dhe të i kritikoj dhe në qilë. Sepse s'po punojnë mirë, dobi të popullit, në dëm ti. Dhe kjo nuk arsytohet as nuk falet. Prandaj duhet vedisohen edhe të kthehen së mbari për të punuar për interesat e shtetit dhe qytetarit.